Përshëndetje shenja shigjetarit, kjo është panorama e interpretimit mujor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria dhe puna. Në gjendjen tuaj personale kemi 5 monedhat, mbreti i kupave, 2 monedhat dhe 3 shkopin që ranë njëkohësisht së bashku dhe në fund kemi 2 kupat. Muaj gusht për ju mund të nisë me ndjesin se diçka ose dikush ju mungon, ose mund të jetë se një situatë nuk po ju jep më sigurin që kërkoni. 5 monedhat tregon se kjo mund të jetë një periudhë reflektimi, ku ndiheni më të ndjeshëm ose më të ndjeshme ndaj mungesave emocionale, ose ndaj mbështetjes që prisnit. Megjithatë, mbreti i kupave sugjeron se në vend që të reagoni me impuls, mund të zgjidhni të ruani qetësinë dhe të menaxhoni emocionet me më shumë pjekuri. Karta tregon se kjo qasje mund t'ju ndihmojë të mos merrni vendime të nxituara. Më pas, 2 monedhat dhe 3 shkopinjt të cilat ranë së bashku tregojnë se mund të gjendeni duke balancuar 2 mundësi ose 2 drejtime, ndërsa njëkohësisht filloni të shihni më larg se e tashmja. Pra, mund të lindin plane të reja, mundësi për zgjerim ose ide që ju bëjnë të besoni se periudha e vështirë po mbetet pas tashmë. Në fund të muajit gusht, 2 kupat tregon se një bashkëpunim, një marrëveshje ose një afrim me dikë mund të luajë një rol të rëndësishëm në rikthimin e ekuilibrit. Në tërësi, edhe pse në fillim të muajit gusht mund të ndjeni se diçka mungon me kartën 5 monedhat, më pas me mbretin e kupave, pa dallim gjinie, nënkuptohet se nuk do t'i lejoni emocionet që të marrin kontrollin tuaj. Dhe kjo pjekuri mund t'ju ndihmojë të shihni mundësi të reja dhe të ndërtoni ura bashkëpunimi që në fund të muajit ju afrojnë më shumë me njerëzit e duhur. Kartat këshillojnë të pranoni bashkëpunimin kur ju serviret. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 4 kupat, asi i shpatave, karroca, 10 monedhat. Në familje, muaji mund të nisë me një atmosferë ku disa ndjenja ose disa çështje kanë mbetur ose janë pezull. 4 kupat sugjeron se mund të ketë hezitim, mund të ketë pakënaqësi ose mungesë entuziazmi për një situatë që kërkon vëmendjen tuaj. Megjithatë, asi i shpatave sjell një moment qartësie, ku një bisedë, një lajm ose një e vërtet mund të ndryshojë mënyrën se si e shihni këtë situatë. Karta tregon se pasi gjërat të fliten hapur, të fliten troç, atëherë bëhet më e lehtë të merret edhe drejtimi i duhur. Me karrocën, situatat fillojnë të lëvizin përpara. Për disa nga ju mund të ketë një vendim, një udhëtim ose një hap konkret që mund të ndryshojë pozitivisht dinamikën familjare. Në fund të muajit gusht kemi kartën me 10 monedhat që tregon se këto zhvillime mund të sjellin më shumë stabilitet, mund të sjellin më shumë afërsi dhe ndjenjën se po ndërtoni diçka me vlerë për të ardhmen. Për disa nga ju, kartat mund të flasin dhe mund të nënkuptojnë edhe një mbledhje familjare, pra një festë ose një lajm të rëndësishëm që e forcon marrëdhënien. Në tërësi, kartat tregojnë se
Qartësia dhe veprimi mund të sjellin më shumë siguri dhe harmoni në familje, pra duke lënë pas keqkuptimet ose hezitimet. Kartat këshillojnë të mos e lini një bisedë të rëndësishme për më vonë, sepse dialogu është ai që hap rrugën drejt mirëkuptimit. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi 5 kupat, 4 shpatat, 8 kupat, 4 monedhat. Në dashuri, muaji gusht mund të nisë me një zhgënjim, pendes, ose ndjesinë se diçka nuk ka ecur, ose nuk po ecën ashtu siç ju keni shpresuar. 5 kupat tregon se mendja mund të kthehet tek ajo që ka humbur, ose tek fjalët e pathëna, duke e bërë të vështirë të shihni atë që ende ka vlerë. Më pas, 4 shpatat sugjeron se në vend që të nxitoheni për të gjetur përgjigje, mund të zgjidhni të tërhiqeni për pak kohë, të qetësoni emocionet dhe t'i jepni vetes hapësirën e nevojshme për të reflektuar. Me kalimin e muajit, 8 kupat tregon se mund të kuptoni se nuk mund të vazhdoni të mbani me vete atë që nuk ju ushqen më emocionalisht. Për disa nga ju, kjo mund të jetë një largim nga një situatë, ndërsa për të tjerët mund të jetë thjesht një shkëputje nga kujtime, pritshmëri, ose mund të jetë një shkëputje nga ndjenja që ju kanë rënduar për një kohë të gjatë. Në fund të muajit gusht, karta me 4 monedhat sugjeron se edhe pse vendosni të ecni përpara, një pjesë e juaja ende mund të vazhdoj të mbahet fort pas së kaluarës, ose për disa nga ju me kartën 4 monedhat mund të nënkuptohet gjithashtu se sikur kërkoni më shumë siguri përpara se ta hapni sërish zemrën. Në tërësi, muaji gusht mund të jetë një proces çlirimi emocional, ku shërimi vjen gradualisht dhe ju ndihmon të kuptoni se jo çdo gjë duhet mbajtur fort për të pasur vlerë. Kartat këshillojnë ta lini të shkuarën aty ku është dhe mos e mbani fort atë që tashmë ka zgjedhur të largohet. Unë do të thoja të hapni zemrën për atë që meriton të hyjë në jetën tuaj, por vetëm për atë që e meriton. Pra, jini shumë selektiv ose selektive me kujt i hapni zemrën. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 5 shpatat, faqa e shpatave, njeriu i varur, asi i monedhave. Në aspektin profesional, muaji gusht mund të nisë me mosmarrveshje, ose me situata që ju bëjnë të ndjeni se duhet të mbroni qëndrimin tuaj. 5 shpatat mund të krijojë tension, por edhe pse krijohet ky tension, faqa e shpatave nënkupton të mos reagoni menjëherë. Pra, nëse ka një zënk ose një krisje, sepse duke vëzhguar dhe duke analizuar me kujdes situatën, mund të kuptoni se jo gjithçka është ashtu siç duket në pamje të parë. Pra, mbledhja e informacionit dhe komunikimi i kujdesshëm mund t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë zhvillimet përpara se të reagoni ju. Më pas, njeriu i varur tregon se disa plane mund të ecin më ngadalë nga sa prisnit ose të kërkojnë një ndryshim kënd vështrimi, por gjithashtu unë do të thoja se në vend që të vazhdoni të luftoni me të njëjtën qasje,
Njeriu i varur ju thot të ndaleni për një moment rreth javës së tretë dhe të ndryshoni atë qasjen, sepse kjo mund të bëhet pikërisht pika e kthesës që hap një mundësi të re profesionale me kartën Asi i monedhave. Pra, në fund të muajit gusht, Asi i monedhave sugjeron se ky reflektimi që bët ose që mund të bëni, mund të hap derën për një mundësi të re të artë, që mund të jetë një projekt, mund të jetë një ofertë ose një fillim që ka potencial të sjellë më shumë stabilitet në të ardhmen. Unë mendoj se kartat në sferën profesionale thonë që të merrni kohën e nevojshme për të reflektuar, por ama mos e shtyni veprimin kur të kuptoni se ka ardhur momenti i duhur. Kartat këshillojnë se durimi është i vlefshëm, por vetëm kur ju afron me mundësinë, jo kur ju mban peng të saj. Sfida e muajit për ju është karta durimi. Karta nënkupton se mund të ndjeni dëshirën për të përshpejtuar ngjarjet, ndërkohë që disa situata kërkojnë kohën e tyre për t'u zhvilluar. Sidomos në punë, durimi mund të bëhet çelësi që ju ndihmon të merrni vendimin e duhur dhe të mos humbisni ndonjë mundësi me vlerë. Për disa nga ju, sfida mund të jetë edhe të mos prisni pafundësisht, sepse ndonjëherë sfida është të kuptoni se ka ardhur momenti për të vepruar. Dhe kjo që po them tani në fund lidhet shumë bukur edhe me bekimin e muajit për ju, që është karta rreziku. Pra, të guxoni të merrni një rrezik të matur kur të vi momenti i duhur, por nuk e kam fjalën në kuptimin e lojrave të fatit, sepse karta nënkupton guximin për të dalë nga zona e rehatisë, për të provuar një rrugë të re ose për t'i besuar një mundësie të mirë llogaritur. Unë do të thoja se kur të vi momenti i duhur dhe të keni gjithë informacionin e nevojshëm, guxoni të merrni një rrezik të mirë kalkuluar, sepse për të fituar diçka me vlerë, ndonjëherë duhet të guxojmë të hedhim hapin e parë. Paçi.